نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Më të vërtet i të falëndërimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata falënderojmë për i ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut azza wa jall nga këqijat tona dhe nga këqijat e veprave tona. Aq që Allahu azza wa jall udhëzon rrugë të drejtë, s'ka kush që humb, ndërsa atë që humb s'ka kush që udhëzon. Dëshmoj se vetëm Allahu është ai i cili meriton të adhurohet, i cili është i vetëm dhe i pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe dërguar i tij. Salavatet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me të vërtetë fjala më e mirë ose më saktë është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët ose veprat më të urrëtura, të shëmtuara në Islam janë risit. Çdo risi është humbje dhe çdo humbje të çon në zjarrin e xhenemit. Vëllezër të nderuar, bi'idhnillahi ta'ala, ne do të vazhdojmë dersën e sotëm me biografinë e një personaliteti tjetër, për personaliteteve islame ose muslimane. Dersën e kaluar kemi folur rreth Husein ibn Ali radiallahu anhu. Nuk ka përfunduar biografia e tij, ose nuk ka përfunduar përshkrimi i historisë dhe jetës së tij radiallahu anhu. Mirë po për disa shkaqe, për shkak se lidhen temat, ngjarjet që kanë ndodhur në këtë kohë, në kohën e Huseinit radiallahu anhu dhe kohën e Yazid ibn Muawiya, atëherë këtë ders do të flasim rreth Yazid ibn Muawiya, djalit e Muawiyes radiallahu anhu. Yazid ibn Muawiya, pa kur far dyshimit, ka qenë prej emirul mu'minin, prej udhëhesve besimtarve të besimtarve. Çdo gjë që do të flasim rreth tij, çdo gjë që do të ceket rreth tij në këtë ders, si dhe ndeset e vazhdueshme, nuk do të thotë që ne jemi të kënaqur me veprimet që kanë ndodhur prej tij, ose prej njerëzve të tij, ose prej bashkëpunëtorëve të tij, ose prej volatëve, guvernatorëve të tij. Mirë po, ne me emrin e Allahut azza wa jall do të mundohemi të qesim në shesh të vërtetat lidhje me ndodhit që ka ndodhur në kohën e tij, se si ka ardhur deri në hilafeti i tij, çish ka sundu ky person, si dhe do ta shpjegojmë bazë të fakteve dhe argumenteve të vërteta që i kanë cekur dietarët e mëdhej lidhje me ndodhit që ka ndodhur në kohën e tij dhe posaçërisht në derset e ardhshme edhe rreth vrasjes së Huseinit radiallahu anhu dhe kush e ka vrarë dhe si ka ardhur deri te ajo, domethënë deri te ajo ndodhit, ajo ngjarje. Yazid është djali i Muawiyes radiallahu anhu, djali i sahabis. Për Muawiya radiallahu anhu, vetëm se kemi cek një ders të kaluar jetën e tij, historinë e tij, në përgjithësi ose hilafetin e tij. Kunja e tij, pseudonimi i tij ka qenë Ebu Khalid al-Amawi. Do thonë ka qenë i quajtur me Ebu Khalid al-Amawi, parashikoj domethënë se është i Bani Umayya, që në qujtë sundim ose filafeti i Emerijes. Thuhet që ka lind në vitin 27 Hijri. Mbajnë mend, pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka prezantuar ose nuk ka qenë prezant ose nuk ka pas rast ta shoqërojë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Është dhënë desa për halife ose mret të muslimanëve, duke qenë gjallë baba i tij, domethënë Muawiya radiallahu anhu. Me pëlqimin e babait të tij, Muawiya radiallahu anhu, ky është bë halife i muslimanëve. Dhe muslimanët vetëm se ja kanë dhënë besën
dhe është bë inqad, dhe më thënë është pranu se është halife ose mbreti muslimanëve pas vdekjes së babait të tij, dhe më thënë Muavijas radiallahu anhu. Pasi që vdes Muavija radiallahu anhu, me njëherë pushteti ka lënë durët e tina. Dhe ky e udhëheq muslimanët me atë diturinë që e ka pas, me atë çka e ka marrë mendja vetë, që ju ka duk që është me e mirë, që ju ka duk që është me e bazuar në fakte. Mirë po, çdo gjë që ka ndodhur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Është prej atyne që ka transmetuar një hadith prej babait të tij, prej Muavijas radiallahu anhu, aja është ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Ati që Allahu subhanahu wa taala e bën të mirë, ati Allahu azza wa jall jep mundësi me kuptu çështjet e fesë, çështjet e dinit Allahut subhanahu wa taala. Një hadith që shpesh e përmendin ulemaja rahimahumullah, hafidhahumullah, që tregojnë domethënë vlerën e fikhut diturisë, dhe njëkohësisht që tregojnë se Allahu subhanahu wa taala kujna ja do të mirën, jep mundësi edhe me kuptu çështjet e fesë. Këtë hadith e transmeton Jezidi prej babait të tij Muavija ibn Abi Sufjan radiallahu anhu. Ebu Zur'a të Dimashqi ka qenë një prej muhaddithinëve, i cili kur ka folur rreth sahabëve dhe i ka përmendur një libër transmetues të haditheve, mbasi që i ka përmend sahabët, më njëherë në çat tabakatën, çat gjenerat që vjen pas sahabëve, në gjeneratën e parë pas sahabëve, e ka përmend edhe Jezidin, djalin e Muavijas radiallahu anhu. Pa kurfar dyshimi se përmendja e tij dhe pa dyshim që ka qenë besimtar, ka qenë musliman i Allahut azza wa jall, megjithatë ka pas disa gabime, me të vërtetë për të është një teskje, një garancion ose një çështje ose një pozitë e volitshme, nga se këto janë gjeneratat e arta të muslimanëve, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, gjenerata më e mirë është gjenerata ime, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Pastaj vijnë ata që vijnë pas tyre, pastaj vijnë ata tjerë që vijnë pas tyre. Është për qëllim sahabët, koha e pejgamberit me sahabët, tabiin dhe tabiul atba ose tabiin. Do të thonë 3 gjeneratat e para të muslimanëve. Thot Ibn Kathir rahimahullah, në Bidaja wa Nihaya, e tregon një tregim që ka ndodhur në kohën e Muavijas radiallahu anhu. Këtë tregim e përmend dhe i cek Ibn Kathir rahimahullah për me tregu se ky njeri ka qenë njeri i zgjuar, nuk ka qenë njeri i marr, ose nuk ka qenë njeri që nuk ka kuptuar, nuk ka ditë gjë, nuk e ka kuptuar realitetin. Thot Muavija radiallahu anhu, thot e ka pasur një gru tjetër. E gruaja e tij nuk e ka desh thot Jezidin, shut ka pas një hased, një zili ndaj tij. Dhe një ditë i thot Muavija gruzvet, i thot unë do të tregoj ty se cili është më i mirë, a është Jezidi apo djali, do të thonë që ka qenë me këtë gruan e dytë. Thot thirrë djalin tënd. Kur e thirrat, i thot kam vendos pasi që unë ta lë këtë dynjë, në jetë gjithë pasuria, gjithë pushteti në dorë tuaja. Mirë po, kërkoj prej teje, çfarë dëshiron ti në këtë moment për ta plotësuar dëshirën? Allah i thot, unë kam dëshirë që më mundsu me pas një qen shpejt, se dhe me pas një vëmar shpejt edhe të fuqishëm. Shkon ky, i thot gruz vet, tash do ta thrasim Jezidin dhe shikoje do të thonë mençurinë e tij. E thirr Jezidin, ja thot njëjta fjalë, dhe i thot, çka do të dëshiron ti pasurisë tëme, do të thonë vetëm trego dhe gjithë do të jetë jotja. Thot nuk dëshiru asgjë, pas që tje, pas teje udhëheqës muslimanëve, me më mundësu, një udhëheqës musliman në kohën e haxhit, me më mundësu që më shku me bë haxh, me kompi atyre që ka i udhëheqë, çështjet më të rëndësishme që ka të bëjnë me ummetin musliman, si dhe njëkohësisht me urrit ato të ardhunat popullit të Shamit. Shkon Jezidi, i thot Muavija gruz vet, do të thonë gruz dytë, jo nëna se Jezidit, po nëna